sot për pranimin tuaj në vilën e shoqatës tonë në Gjatë Albania. Ju uroj mirëseardhje dhe ju falenderoj sinqerisht për pjesëmarrjen tuaj në këtë event të rëndësishëm, i cili ushtohet një kauze shumë të ndjeshme dhe me rëndësi të madhe për shoqërinë tonë. Sot jemi mbledhur për të diskutuar dhe reflektuar mbi temën e të drejtave të njerëzit, përfshirjes sociale dhe mbështetjes ndaj individëve që ndihen të braktisur apo të përjashtuar. Ky aktivitet synon të rizndërgjegjësimin dhe të nis bashkëpunimin për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më humane dhe më gjithëpërfshirëse. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur kolegë dhe miq, është kënaqësi për mua të jem sot këtu për të folur mbi një çështje shumë të rëndësishme, ndikimin e përjashtimit social të braktisjes në jetën e individit dhe në shoqëri. Si kriminologe, unë shoh këtë fenomen jo vetëm si një problem social, por edhe si një faktor që mund të ndikojë drejt për drejt në sjelljen e të ardhmen e individëve. Kur një njeri ndihet i braktisur, i izoluar apo i papërkrahur, ai është më i rrezikuar të përballet me vështirësi më të mëdha në integrimin e tij në shoqëri. Braktisja nuk është vetëm mungesë fizike, ajo është mungesë mbështetjeje, mungesë komunikimi dhe mungesë mundësish. Dhe kur këto mungojnë, krijohet një boshllok që shpesh çon në pasoja të rënda sociale. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë se çdo individ ka potencial për ndryshimin. Me mbështetjen e duhur, me mundësi reale dhe me një qasje humane, çdo person mund të integrohet dhe të jap kontribut në shoqëri. Roli i institucioneve, organizatave dhe profesionistëve është thelbësore. Ne duhet të punojmë së bashku për të krijuar politika dhe programe që ndihmojnë individët në nevojë, duke i dhënë atyre një shans të dytë. Parandalimi është gjithmonë më i fortë se ndëshkimi, sepse ne investojmë në mbështetje sociale, edukim dhe integrim. Ne ndërtojmë një shoqëri më të sigurt për të gjithë. Mesazhi im është i qartë. Askush nuk duhet të lihet pas. Çdo individ meriton një mundësi dhe çdo shoqëri bëhet më e fortë kur kujdeset për më të dobtit e saj. Ju falenderoj për vëmendjen.